Rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare si pasojë e tensioneve dhe konfliktit në lindjen e mesme është reflektuar shpejt edhe në Shqipëri. Në pikën e shitjes me pakicë të karburanteve Elda, çmimi i naftës ka shkuar këtë të mërkur në 179 lekë për litër, nga 175 lekë për litër që tregtohej më parë, duke shënuar një rritje prej 4 lekësh. Nuk ka një shpjegim të qartë për këtë ndryshim, sidomos duke pasur parasysh se ende janë në shitje karburantet e importuara para nisjes së konfliktit në lindjen e mesme. Në disa pika të tjera të karburanteve, çmimi ka mbetur i pandryshuar. Për këtë situatë, kreu i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka depozituar në kuvend një projekt ligj për uljen e çmimit të karburanteve. Ndaj në kushtet, kur kërkohet që kjo situatë të adresohet sa më parë me zgjidhje konkrete, efektive dhe të prekshme për qytetarët, grupi parlamentar i Partisë së Lirisë depozitoi sot këtë nisëm ligjore, objektivi i së cilës është zbutja e efekteve të rënda ekonomike mbi buxhetet familjare dhe bizneset si pasojë e rritjes drastike dhe abuzive të çmimit të karburantëve dhe lëndëve të tjera djegëse. Një ditë më parë, të pyetur nga News 24, shoqata e hidrokarbureve paralajmëroi se në ditët në vijim pritet të ketë rritje të çmimit të naftës nga 30 lekë në 40 lekë, edhe në Shqipëri. Në bursat e huaja, çmimet e naftës janë $83 për fuqi nga $65 për fuqi që ishin para nisjes së luftës në Iran.